Përshëndetje, sot si vakt i katërt ose i tretë që mund tjetë, sepse unë jap shumë shpesh gocës, përgatis një smoothie me fruta dhe të tregoj një recet shumë të shpejt. Sa për ide, nëse doni ta provoni, faleminderit dhe si në fillim, mos harroni, ju lutem, të na ndjekni në kanalin tonë dhe të na bëni subscribe. Atëherë unë kam marrë një banane, kam marrë boronica, pjepër, ndërsa këtu kam të përzjera, ara, lajthi dhe kazhu. Zakonisht ja përgatis me kos gocës, ndërsa sot kam përgatitur pak që më shformull dhe kam hedhur arat që të zbuten pak. Atëherë vazhdoj. Të gjithë përbërësit i shtoj në blender. Siç e shihni, i shtova të gjithë përbërësit në blender. Nëse doni mund të shtoni edhe pak hurma arabie, e bën smoothie pak më të ëmbël, në rast se kosi nuk është dhe aq i ëmbël sa e prisnit. Unë ndërkohë kam përdor banane shumë të pjekura sepse janë të ëmbla dhe e bëjnë smoothien akoma më të shijshëm. Atëherë po i kaloj në blender të gjitha. Ja, edhe smoothien e kemi gati. Më besoni, është super recet dhe mos harroni, dua të them si këshill, mos harroni asnjëherë që të përdorni frutat e thata fëmijëve, bebave, sepse janë shumë të rëndësishme për të gjithë sistemin imunitar, për të gjithë qarkullimin e gjakut, për të gjithë trupin, formimin, koskat. Unë ja përdor të gjitha. Nëse do e provoni, ju bëft të mirë. Dhe ditë të mbar, mos harroni të na bëni subscribe, ju lutem.